Grace, që studion për bioteknologji, është një nga të rinjtë që frekuentojnë bibliotekën kombëtare, sidomos gjatë sezonit të provimeve. Kam qenë sezon dhe kam marrë më shumë për të studiuar, për të qenë më i qetë, më i sigurt. Është thuajse numri i barabartë mes të rinjve dhe të moshuarve që vinë në bibliotekë. Drejtoria e bibliotekës kombëtare, Majlinda Toçi, thekson se ky trend pozitiv është një tregues i qartë i rikthimit të vëmendjes ndaj leximit. Ndihemi mirë sot që biblioteka kombëtare sot ka një frekuentueshmëri dhe një kërkesë, po themi, nga lexuesit mbi të gjitha për librin studimor. Sepse tek e fundit, ky është misioni. Duke i referuar të dhënave të muajve të fundit, thotë se të rinjt po e frekuentojnë më së shumti hapësirat e bibliotekës. Ndërkohë, ajo çfarë na bën entuziast është që në këto 2-3 vitet e fundit shikojmë një frekuentueshmëri dhe një ngritje të numrit të rinjve, për të ndoshta jo krye këput me materialet e bibliotekës kombëtare, por ato janë duke i parë bibliotekat edhe si vende ku ata mund të studiojnë lehtësisht me materialet e tyre. Një risi e rëndësishme mbetet edhe rritja e lexuesve online, ku rreth 45.000 lexues digjital kanë frekuentuar portalin online të bibliotekës kombëtare. Vizitorët virtual i kalojnë shifrat e 45.000-ve dhe për ne ky është një tregues që jo vetëm na kënaq, por edhe na vë në pozita pune që ne të dimë kërkesat e këtyre lexuesve dhe të arrijmë të përmirësojmë shërbimet tona. Rritja e frekuentimit si fizik ashtu edhe digjital është një tregues se biblioteka kombëtare mbetet një qendër e rëndësishme e dijes dhe kulturës.